Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Nuk është Ola, ja kush është banori më pak i pëlqyer në fermë. Dinamikat e forta dhe debatet e ditëve të fundit në fermë kanë ndryshuar ndjeshëm preferencat e publikut. Për të matur pulsin e audiencës dhe për të parë se si janë pozicionuar banorët pas ngjarjeve të fundit, është krijuar një sondazh në rrjetet sociale, ku ndjekësit janë pyetur drejt për drejt se cili është banori më pak i pëlqyer i këtij edicioni. Rezultatet e këtij sondazhi kanë nxjerrë në pa disa të dhëna mjaft interesante. Në listën e banorëve më të pëlqyer dhe më të mbështetur nga audienca kryeson emri i Moza Ahmetit, ndjekur nga Bujaka dhe Elvis Pupa, të cilët duket se kanë fituar simpatinë e gjerë me origjinalitetin e tyre. Megjithatë, surpriza e vërtet vjen në fund të listës. Ndryshe nga çfarë pritej gjërësisht pas zhurmës së madhe mediatike, banorët më pak të pëlqyer nga ndjekësit janë Ilir Shaqiri dhe Sara Karaj. Kjo dyshe mban vendin e parë për mungesën e mbështetjes në këtë votim online. Ajo që ka ngjallur më shumë abi është pozicionimi i Fabiola Elezajt. Edhe pse u bë kryefjala e rrjetit për shkak të ofendimit ndaj Arban Osmanit dhe penalizimit nga produksioni, ajo renditet pas Ilirit dhe Sarës. Fakti që Ola nuk rezulton si banorja më e papëlqyer në mënyrë absolute, tregon se publiku ka rezerva më të forta për lojën dhe karakteret e banorëve të tjerë në garë.